Në radhë të parë do kërkoja nga secili prej jush të ndërojmë himnin ton kombëtar. Falemderit se cilit prej jush që sot ka sfiduar frikën dhe është bashkuar në këtë shesh të lirisë. Si sot, 558 vite më parë, ka ndëruar jetë heroi ynë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, duke lënë pas një amanet ndaj princave shqiptar, ndaj shqiptarëve kudo që ndodhen, amanetin e bashkimit. Sot ju jeni dëshmitar të një bashkimi, bashkimit kundër korrupsionit, bashkimit kundër hajdutërisë, bashkimit për lirinë. Faleminderit. Tani dua të dëgjoj nga ju, çfarë kërkojmë ne sot? Tërheqje! 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 Prej vitesh na kanë bërë të urrejmë njëri tjetrin, prej vitesh politika na ka përçar me njëri tjetrin, prej vitesh politika na ka bërë të kemi inat njëri tjetrin, nuk na ka lënë të bashkohemi me të mirën përballë të keqes. Unë sot jam në këtë shesh për gjithë ata qytetarë të lirë dhe të ndershëm, por jam përballë atyre që kanë shitur dinjitetin për poste publike. Unë sot jam në këtë shesh edhe për policët e ndershëm të policisë së shtetit, por jam përballë atyre që janë zgjatimi i krimit. Unë sot në këtë shesh jam në krah edhe për punonësit e shëndetit publik, për doktorët, për mjekët dhe infermierët, profesionistë të ndershëm të këtij vendi, por jam përballë atyre që kanë vjedhur ilaçet e pacientëve shqiptar. Unë sot në këtë shesh jam edhe për atë pjesë të ndershme të administratës publike, por jam përballë atyre që vjedhin paratë e pensionistëve shqiptar. Unë sot në këtë shesh jam edhe për ata të rinj dhe të reja që kanë vendosur të jetojnë me dinjitet, po jam përballë atyre që kanë vendosur të shiten vetëm për pushtet. Ne sot jemi këtu të gjithë së bashku për të dhënë mesazhin e bashkimit kundër hajdutërisë. Nëse ne jemi bashkë nuk na rrëzojnë dot, nëse ne jemi bashkë nuk na përthyejnë dot, nëse ne bëhemi masivisht bashkë, kudo, në çdo shesh të Shqipërisë, në çdo cep të Shqipërisë, në çdo vend ku ka shqiptar dhe ku ka liri, jemi ne që mund t'i thyejmë ata, politikanët e korruptuar që duhet të dorëhiqen dhe të shkojnë pas hekurave. Faleminderit.
Motra dhe vëllezër. Sot është një ditë historike për Shqipërinë. Është dita kur ka ndërruar jetë heroi ynë kombëtar. Sa herë që ky vend ka një problem, sa herë që ky popull vuan, mos harroni. Kujtoni se bijtë dhe bijat e të kujt jeni. Mos harroni prisin tuaj, Gjergj Kastriotit. Mos harroni sakrificën e tij. Mos harroni shokët e tij, ata që drejtonin Shqipërinë në momentet më të errta të historisë së saj. Dukagjinin, Zenebishtin, Topian, Arjanitin, e sa të tjerë, Mamica Kastrioti. Mos harroni ushtarët e vrarë në Peteja. Mos harroni popullsinë e therrur në muret e kalave tona. Mos harroni gratë dhe bijat e këtij vendi që janë hedhur nga shkëmbi. Pse? Që kjo tokë të jetë e jona, që kjo tokë të jetë e shqiptarëve, që ky popull të mos zhduket, që ky popull të mos tretet, që kjo kulturë mos të zhduket, që kjo gjuhë të jetojë. Pse u bën këto sakrifica? Për çfarë? Shikoni se kush e drejton këtë vend sot. Mos harroni amanetin e të parëve. Mos harroni atë detyrë që u kanë lënë të parët, ta ruani këtë tokë, ta mbroni këtë tokë. Kjo nuk është korrupsion. Kjo është tradhti kombëtare. Mos harroni. Jemi nipët dhe mbesat e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, dhe sa herë që kjo tokë t'ju thras, mos harroni se kujt i përkisni. Mirëmbrëma qendrëstar. Për ulem para guximit tuaj për të ardhur e për t'i thënë kësaj qeverie, mjaft ma, ju jeni hajtut, duhet ikni. Gjithë dhe shikoni atë godin brapa meje, është godina Universitetit Politeknik Tiranës. Ta shdu më të vjetë që jam diplomu nga ajo godin. Ka 10 mira, inxhinier, profesionist, që janë detyru me elan këtë vend. Jo se nuk e kanë dash këtë vend, jo se nuk kishin ëndra me ndërtu jetën këtu, po sepse ky vend, kjo qeveri, ju ofroi vetëm servilizmin si një mundësi për të ngritë karrierë, në nështrimin, lëpirjen, dhe e detyru tikin, marrin dhe të ndërtojnë botën sot. Propaganda lufton për t'ju thënë gjithëve dhe popullit shqiptar për t'i thënë, ne tanë barabar jena, si ne si vjedhin, si ju si vjedheni. Jo, jo, nuk jena barabar. Këtu ke njerëz të ndershëm, këtu ke qendrëstar që nuk duan ta vjedhin këtë vend, po duan t'i japin një shpresë t'i vendi për ta ndryshuar. Unë kam një thirrje për gjithë ju këtu që jeni. Ju jeni ambasadorët e vendit tonë këtu. Kena shumë nevojë që secili prej nesh, duke u nisë nga ky shesh, shkojnë çdo familje, çdo od, çdo sofër, çdo meje, flas me secilin, ti dëshmoj se ky vend ka akoma dje me vajza të ndershëm, burra e gra që e duan këtë vend, nuk dorëzohen para tiranisë. Dhe po, Shqipëria bëhet!
Rambo. Sot jam 29 vjeç. Jam këtu në këtë shesh sepse kam një thirrje ndaj brezit tim. I drejtohem djemve dhe vajzave të reja të këtij vendi. Bashkohuni në shesh. Bashkohuni sepse kemi një borxh shumë të madh ndaj prindërve dhe gjyshërve tanë, që dhanë çdo gjë me vetë mohim dhe sakrificë që ne të kishim një jetë më të mirë. Ne jemi brezi më patlum në historinë e Shqipërisë, jo sepse shteti mendoi për ne, as pak, por sepse lindëm vonë dhe lindëm të lirë. Prindrit tanë jetuan në errësirë, duke numëruar edhe grincat e bukës, ndërsa ne sot dim gjithçka. Sot të gjitha pisliqet dhe skandalet e këtij pushteti janë faktuar si asnjëherë tjetër. Shikojini këto duar. Këto duar janë duart e nënës time, janë vuajtjet e saj, janë rrudhat e pamundësisë. Këto duar janë ato që më dhanë shansin për një jetë më të mirë. Këto duar janë prova se prindrit shqiptar nuk jetuan për veten e tyre, po për ne. Sigurisht. Sigurisht u pren në besë nga ata që e kanë marrë peng këtë vend. Mirë po ju, a nuk mendoni se ka ardhur koha që ta faktojnë me vepra këtu në shesh që sakrificat e tyre nuk shkuan dëm? Po, jetojmë në varfëri, patjetër, vuajmë pa drejtësi. Mirë po shohim gjithçka, dëgjojmë gjithçka. Dhe kjo na bën përgjegjës. Rinia shqiptare, mos e lini Shqipërinë të kthehet në ditët e saj më të errta. Bashkohuni në shesh, ditë e natë. Sot për prindrit e nesër për fëmijët tanë. Mirëmbrëma. Me 4 janar i dham një medalje për meritat veçanta. Sonte po e nderojmë me këngën që i kemi kushtuar. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. O hajdut. Po të kishim mundësi, ta kishim mes nesh dhe të pyesnim atë Gjergjfishten se si është Shqipëria sot. Kam përshtypjen se do të thoshte çfarë nuk digjet verës mbytet dimri. Gjithçka po shkon për drejt, por këto e kanë situatën në kontroll. Në vitin 2014 këto bën diçka që ndoshta u harrua, por pasojat po ja vuajmë ne akoma sot. Shkrin shërbimin pyjor shqiptar. Çfarë solli kjo? Kjo solli 3 probleme. E para punës lan pa punë një plejad njerëzish të ndershëm që kishin shërbyer në përmalet shqiptare. I lan shtëpi, ju shkoi gjithë mundi, gjithë kualifikimi dëm. E dyta e punës. Çdo gjë që ndodhi mbrapa ishte një fatkeqësi. Malet janë oksigjeni jonë. Gjithçka që bie në mal, kur digjen pyet, kur shkatrohen pyet, bie këtu poshtë. Përmbytjet nuk janë thjesht vepër e natyrës, po janë fatkeqësi e gjërave të gabuara që kanë bërë këto njerëz. Gabim. E treta e punës. Lan malet pa roje për t'i mbjellë hashash. E kanë abizuan vendin. Me atë hashash u fuqizuan grupet kriminale që nxorën hashash jashta dhe sollën paret pista brenda. Dhe u bën nga grupet vogla të mesme, nga të mesme të mëdha. Dhe sot janë grupe kriminale që shkojnë, trajtojnë në Amerikën Latine,
Gjitha këto janë pasojët e një politike të poshtër, një politike anti-shqiptare dhe sot në rendisin në mesin e atyre vendeve që nuk eksportojnë më, se s'kemi që eksportojnë tjetër. Pjesën më të mirë tonën na e morën, tani vetëm eksportojmë krim, pastrim parash, korrupsion dhe gjithçka tjetër. Dhe gjitha këto kanë vetëm një emër, kanë një përgjegjës, kanë një person që nëse kanë ngrënë kumbulla, nuk ka pse dhe në parku jo, do të në parku i atyre, shkoni në shtëpi, dorëzohuni, korrigjuni. E kishin me merak se ishin vetëm, po shtohemi, po shtohemi. Ja bëjmë tamam këngën, kthehemi nga zyra. Të gjithë një kohë. E dira ma. Më fort. E dira ma. Ky është vlerësimi i qytetarëve për drejtuesin kontemporan, europian, euroatlantik të Shqipërisë që pretendon të kthehet në lider global, por nuk arrin dot të mbrojë popullsinë e vet nga përmbytjet, por që nuk arrin dot të mbrojë popullsinë e vet nga krimi organizuar, por që nuk arrin dot të ngrojë fëmijët në shkollat e Shqipërisë, por që nuk arrin dot të rrisë pensionet e prindërve tanë, por që nuk arrin dot të pajisë e furnizoj me ilaçe kundër kancerit spitalet tona. Ky është Edi i turpit, ky është Edi i dështimit, ky është Edi që e çoi Shqipërinë në këtë shkatrim të madh. Nuk ka asnjë kom në botë që droga dhe krimi organizuar e ka begatuar, por kundrazi, ku droga dhe krimi organizuar kthehen në sistem, varfëria mbizotron, korrupsioni mbizotron, keqeverisja mbizotron, autokracia mbizotron, sepse shteti vendoset në funksion të krimit dhe kjo duhet luftuar. Droga, qofte bardh apo e kuqe, prodhon vuajtje për kombet ndaj ata që i vendosin shtetet në funksion të drogës, meritojnë një luftë të madhe të një aleance ndërkombëtare kundër tyre. Ta do të mbajnë mend si qeveria që mboi dy gjëra në këtë republikë, mboi drogë dhe mboi frikë. Ndaj duhet ta presim nga rrynjët. E dira ma. Më fort, më fort. Ai që në këtë bulevard ndërtoi një tënd me 5 yje për një kazus shumë më të thjeshtë se sa është sot, për hap kutit ose largohu. Erën e kaluar kur ju ikët nga ky shesh, dërgoi tabor me policë që një pjesë e tyre janë zgjatimet krimit dhe dhunoi, arrestoi, shoqëroi dhunshëm 13 qytetarë të lirë, ndër të cilët unë do t'i përmend e gjithë bashkë do themi emrat: Ergjys Vanaj,
Elgar Dima, Alfred Matoshi, Edison Haklej, 4 qytetarë që pasi e mundën në shesh, e hodhën tuq, edhe në gjykat, pasi arrestimet u shpallën të palëshme. Ndaj sot, jemi këtu për të dëshmuar se ne nuk kemi frikë. Mbrëmjen e 4 janarit, pasi arrestoi djemë dhe vajzat më të zellshëm të kësaj proteste, duke më gjetur vetëm në shesh, synuan të më dhunonin, më dërguan në spitale e pastaj më çonin njerëz për të më thënë të riqu se nuk e vazhdojnë do të më gjasme me të mirë. Vazhduam, po vazhdojnë, do të vazhdojnë. Sepse kjo, prindrit tanë, motrat tona, vëllezërit tanë, nuk është më çështje zgjedhje, kjo është detyrim përcaktim. Ne o do heqim të klasë politike, o do largohemi që të gjithë, nuk ka rrugë të mesme. Edhe njerë, përshëndetjen, Edi Rama. Edi Rama. Frika është ushqimi i autokratëve. Popull që kanë frikë bjen në autokraci. Popull që kanë frikë bjen në diktaturë. Ndaj ne jemi këtu si dëshmi e faktit. Ne nuk të kemi frikë. Ne nuk të kemi frikë. Ne nuk të kemi frikë. Frikë për çfarë? Frikë përse? Frikë se ata vjedhin dhe ne përmbytemi në shtëpitë tona e pastaj udhimse të shpallin gjendjen e fatkeqësisë natyrore për të na dëmshpërbyer fermerët dhe blegtorët. Frikë përse? Frikë për çfarë? Që ne shkojmë në spital dhe gjejmë që mungojnë ilaçet, ndërkohë që këta pinë verë nga 33.000 euro, apo që blejnë çokolata nga 10 milion euro. Frikë përse? Frikë për çfarë? Që fëmijët tanë, vëllezërit tanë, të afërmit tanë, ikin nga ky vend se nuk e përballojnë dot jetën në këtë korrupsion e partësi. Frikë përse? Frikë për çfarë? Për të ndalur përballë atyre që na vjedhin, për të thënë të vërtetën. Jemi hajtut! Në këto 12 vite, Edi Rama dhe banda që drejton kanë menaxhuar më shumë se 80 miliard euro. Po, më shumë se 80 miliard euro. Më thoni një spital rajonal që e kanë bërë si shduhet. Më thoni se kanë bërë si shduhet arsimin. Se kanë bërë si shduhet rrogët. Më thoni se kanë ndryshuar realitetin në këtë vend. Ku shkuan 80 miliard euro? Ata pritën që me dhunën barbare të 4 janarit ne të iknim. Ata pritën që me shiun mbi kryet tona në këto 2 javë ne të iknim. Ata pritën që i ftohti këti janari në zero të na bënde të iknim, por ne nuk mund të ikim nga një betejë pakrim. Beteja për demokratizimin e adelt.
Edi Rama. Më fort. Si shna vjeri fort, ashtu të hojani fort. Edi Rama. Kam një thirrje për çdo njeri të lirë të këtij vendi që e quan veten opozitar. Mos e harroni, njerëzit nuk gjykohen nga fjalët, gjykohen nga veprat. Është koha për ateun dhe jo për partin. Është koha për Shqipërinë, në shesh për Ballajute. Për ta mbyllur sa kohë është publike, me aq sa mundemi, unë dua t'i jap zëdhjen këtë shesh. Dhe siç tha dhe sekretari Rubio, organizata ndërkombëtare kriminale dhe terroriste, veçanërisht ato të angazhuara në trafikimin e narkotikëve, janë kërcënimi më i madh për sigurinë e Shteteve të Bashkuara në hemisferën perëndimore, ku këto grupe po destabilizojnë shtet kombet dhe po i çojnë në emigrim masiv. A ju ngjan ju me një shtet që po shpopullohet me emigrim masiv nga krimi organizuar? Ndaj të gjithë bashk, pa ndalim, pa kthim, gjithmonë dhe më shumë, forca! Të dashur protestues, ju keni thyer frikën dhe keni ardhur sot për të protestuar. Ju kërkoni dorëheqjen e kryetarit të shtetit pa shtet. Ju kërkoni dorëheqjen e kryeministrit të Republikës Bananëve, Republikës Gallatës. Ju kërkoni dorëheqjen Edi Ramës, i cili ngjan generalit turqisht vdekur. Por ati nuk i kanë vdekur ushtarët, por i kanë rënë ministrat në betejën e korrupsionit. Ju kërkoni dorëheqjen e Edi Ramës, i cili e ka trajtuar Shqipërinë sikur të ishte tenajoja e tij. Ju kërkoni dorëheqjen e Edi Ramës, i cili e ka ndërtuar në fojza Shqipërinë sipas fantazisë së tij të çmendur. Edi Rama është edukuar, është fraktuar, është primosur me njeriu në ri komunist. Dhe për fat të keq Edi Rama është mbështetur në qeverisjen e tij në disa element, ndër të tjera. Ajo është mbështetur tek propaganda e fliqur, tek demagogjia e vështirë, tek hipokrizia, tek pabesia dhe mbi gjitha ke mohimi. Ky i fundit e ka lënë imagjinatën njerëzore. Ai mohon gjithçka, mohon dhe faktet e pakundërshtueshme për korrupsionin. Ai vetëm mohon dhe talën, aktron.
Po e mbyll shkurtimisht, kisha diçka më tepër për thonë, por për të lënë radhën të tjerëve me një citat të Victor Hugoit. Ardhmja ka shumë emra. Për njerëzit e dobët është e paarritshme. Për frikacakët është e panjohur. Por ju përket guzimtarëve dhe guzimtarët jeni ju. Mirëmbrëma vëllezër dhe motra. Ka vetëm një arsye pse jemi këtu në shesh. Dhe kjo është Shqipëria. Se Shqipëria do të rrojë për të luftojmë ne. Na pyesin dhe dyshojnë tek ne. Por në çdo kohë ka patur njerëz idealistë parimor, njerëz me vlera të cilat duan dhe duhet të udhëheqin vendin. Dhe ne jemi në një kohë krizash ku duhet të jemi të aftë, të gjejmë njerëzit me vlera për ta udhëhequr këtë vend. Edi Rama e ka nisur me përralla dhe mendoi që do ta ngopte këtë popull me përralla, duke nisur nga përralla e timonit, e tepsisë, e satelitëve. Mendoi që do të kënaqte këtë popull me përralla, por faktikisht njerëzit i dominoi krimi, i dominoi varfëria, i dominoi korrupsioni. Na gënjeu para disa ditësh sërish dhe sërish na dha përralla, ju lutem çuna. Sërish na dha përralla, përrallat e dronëve inteligjent. Njerëzit nuk kanë bukë të hanë. Njerëzit nuk kanë biletat e autobusit për të paguar për të ardhur në protestë, se duan protestojnë si njerëz lirë. Dhe nuk kanë mundësi të vinë shesh. Krimi ka shpërthyer në aeroport, krimi ka shpërthyer në shkolla, krimi ka shpërthyer në rrugë, dhe ai na flet për pralla me drone inteligjent. Vëllezër dhe motra, po na gënjen. Mos u dorëzoni, po na gënjen, po na mashtron, po na manipulon. Tani e gjithë lufta e tij është për të mbajtur pushtetin e tij, por ne nuk duhet ta lejojmë. Se mendoni pak, ndoshta shumë prej jush mund të keni dyshuar në fillim, përse po qëndrojnë ta të rinjët e reja në shesh? Në qoftë se ju keni një shtëpi në fshat dhe dikush qëndron në fund të arës tuaj 24 orë në 24, një ditë, 2, 3, 4, një muaj, 40 ditë. A nuk është kjo shqetësuese për ju? A nuk filloni ju të mendoni çfarë kam bërë, pse rri ky në fund të arës? A është kështu? Kjo është arsyeja pse ne qëndrojmë aty në shesh. Për t'i kujtuar atij 24 orë në 24 që është hajdut. Edi Rama sot po mbron krimin e qeverisë së tij dhe është si ai gjeli që sapo i kanë prerë kokën. Ju e dini kush jeton në fshat. Kur i pret kokën gjelit, ai ka mbaruar në fakt, apo jo? Por çfarë bën? Shpërthen dhe përplaset ku të mundet, sepse nuk ka shpëtim, janë momentet e tij të fundit. Edhe aktet e pashoqe që ka bërë këtu në shesh me njerëzit tanë, me të rinj protestues, duke i rrëmbyer, duke i arrestuar, duke i dhunuar, janë akte që tregojnë se ai është në fundin e tij. Qëndroni në shesh me ne dhe jini dëshmitar të fundit të Edi Ramës. Mos u largoni. Përshëndetje shqiptar. Liri shqiptarëve dhe vdekje tradhtarëve para. E dyta, dua falenderoj të gjithë mediat që sot na transmetojnë ata që janë këtu përballë kryeministrisë dhe qeverisë më hajdute të Europës. Dhe kjo është një nga
gjërat më të rëndësishme që mund të bëjë mediat, që t'u japin zë atyre që nuk kanë. Nuk besoj se është kaq shumë e rëndësishme të transmetojmë Sali Berisha që del në Prag, ku mundohet si të heshtin shqiptarët e lirë kudo që janë. Unë jam Eliger Hima, jam personi që jam arrestuar paligjërisht nga policia e shtetit dhe i marr penë, sepse isha dikushi që nuk tërhiqesha, sepse nuk dola këtu, sepse ma kërkoj Adriatik Lapaj, nuk ma kërkoj Shqipëria Pohet, po ma kërkoj detyrimi i moral që të dalë në shesh edhe të mbështes ata që luftojnë çdo padrejtësi. Nuk hesht nga dhuna e tyre, le të mundohen sa të duan që të heshtin, por unë si Eliger Hima nuk kam marrë në këtu për pazare dhe as për plaç, sa do që më është ofruar, edhe prap nuk e ka pranuar dhe s'ka për ta pranuar. Dhe prandaj sot duhet t'u bëj thirrje atyre fermerëve që janë të prekur, atyre fermerëve që kur nuk janë dëm shpërblyer, atyre fermerëve që sa herë përmbyten, ju premtohet premtime, kërcënime, si e si ti heshtin. Atyre fermerëve duhet t'u them që nuk duhet t'ja hapi derën kur atyre ministrave të bujqësisë apo atyre servive dhe patronazhistët që shkojnë dhe tallen me ta sa herë që pyeten, por duhet të ndezin protestat kudo që ndodhen, sepse aty do na kenë, do jemi gjithmonë në krah të atyre që nuk kanë zë. Ju falenderoj. Dua të thoj diçka fundit. Ta zotrit mundohen të na bënë errësirë dhe të na heshtin. Ne nuk kemi përndetur kurrë errësirë. Ju lutem të gjithë disi prisin e telefonit, t'ju tregojmë se ne nuk na errësojnë dot sytë dhe nuk na bën dot perde përballë. Faleminderit. E dira më frika cak, frika cak, frika cak. E dira më frika cak, frika cak, frika cak. E dira më frika cak, frika cak, frika cak. E dira më o hajdut, o hajdut, o hajdut. E dira më o hajdut, o hajdut, o hajdut. Nëse ne nuk kemi të drejtë me atë çfarë themi, ne do dalim këtu në shesh dhe të na demonstrojnë që është ndryshe. Ju falenderoj. Mirë mbrëma shqiptar të lirë, mirë mbrëma shqiptar të guximshëm. Quhem Alban Kokallaj dhe vi nga Londra. Kam ardhur enkas për këtë protest, për t'ju bashkuar juve, bashkë me një grup shokë të tjerë, për t'u dhënë forcë dhe kurajo këtyre tjerëve dhe vajzave që kanë një kohë të gjatë që rrin para krye hajdutërisë. Kjo ndërtesë këtu ka 35 vjet, kjo është kthyer ndërtesa e hajdutëve dhe krye hajdutëve. Ata bëjnë vetëm rotacion. Të heqin hajdutin e vogël, vjen hajduti i madh dhe këtë punë po bëjnë vit për vit. Një pyetje kam për ju të dashur shqiptar. Kur do të vi koha që ne të zgjedhim njerëzit më të mirë të vejnë në atë ndërtesë të bekuar? Të gjithë ne duhet të themi jemi njerëzit e ndershëm. Ata thonë që ne jemi më të mirët. Palloshi thotë, unë jam i mëj dhe nuk ka të tjerë. Por ne do të themi, unë jam më i miri dhe unë e bëj këtë vend. Prandaj u bëj thirrje të gjithë atyre që na ndjekin nga televizori, nga telefoni, të çohen në kamp sa nuk është vonë, se e kemi kthyer Republikën e Shqipërisë në Republikë të cilën na përbuzin për botë. Ky nuk të fut dorë Shqipërinë në Europë. Në Europë e fusin njerëzit e ndershëm. Ros Shqipëria! Po sot Shqipni, përthuesi je, po si njësi rëzuar për dhe, të rëzuar Shqipëri, të rëzuar kratarët, hajdutët, barbarët, 35 vite të shkeli më këmë, ta pashpirë që Shqipërin nuk e duan, që shqiptarët nuk e duan. Unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve, kudo që janë, ta vendorën zemër, ta vendorën plagë. Ta ne kanë hapur plagën 35 vjetë
Ajdut, për 30 vitesh, s'la gjë pa gabitur. Rebelioni shpirtit tuaj, gjoni frikën, dini shesh. Apo marru mundimin, me karroc, po vi protest, çfarë fitojnë këtu? As para, as gjë, fitoj krenari. Sepse, gjohen në mëgjes dhe lezoj thënjen e Ushqinotit që dha jetën për njëri. Shqipërin e pa bërë, bëje Shqipëri të bërë, bëje ose vdis. Shqipëri, mi mbrëma shqiptar kudo që jeni brenda dhe jashtë Shqipërisë. Në këtë kohë të marrë nuk e kemi luksin të jemi të ndarë. Kjo është moto që i bashkohet protesta kundër projektit TIT Durrës kësaj proteste. Ne nuk e kemi luksin të jemi të ndarë. Ne duhet të jemi të gjithë bashkë në çdo protestë, që nga Vlora deri në Theth, që nga Durrësi deri atje ku janë kufijtë e pronave tona. Të më falni për emocionin, do t'ju lexoj ashtu siç e mendoj unë pikërisht për kauzën tonë, për kauzën e disa qytetarëve në qendër të Durrësit, që një ditë të bukur u gdhin me letrat në derë ku i thanë largoni se prona juaj nuk është ma juaja dhe madje kohën e keni të kufizuar, dilni. Por çfarë ndodhi? Njerëzit e shkrejt, megjithëse se kishin dëgjuar prej 4 vitesh për këtë projekt, nuk e kuptonin se si kjo mund të ndodhte. Si mund të ndodhë në një shtet normal, me tituj e me emra të mëdha zhvillimi, të merret prona e dikujt me shekuj e me vite e me breza e trashëguar. Kjo ndodh pikërisht në kushtet kur do të bëhet një projekt korruptiv, kur do kënaqen sa klienta ku di unë se çfarë. Ndaj, unë do doja të lexoja një tekst të thjeshtë, të cilin do doja ta përmbledhja pikërisht këtë që po them. Është sot më e mira kohë dhe më e keqja kohë. Është e keqja kohë sepse pronat po vidhen ditën me diell, sepse shteti që duhet na mbrojë është kthyer në grabitës, sepse na kanë mohuar zërin, na kanë mbyllur dyert e na kanë menduar se frika do të na bëjë të heshtim. Por është më e mira kohë, sepse ne jemi këtu, sepse ne nuk jemi më vetëm, sepse e vërteta ka dalë në shesh. Ishte koha e marrëzisë kur projekti TIT u bë pa pyetur banorët, pa transparencë, pa konsultim, pa drejtësi. Por sot është koha e urtësisë, sepse ne tashmë e dim që ligjërisht kemi të drejtë, ne tashmë e dim të drejtën tonë dhe ne tashmë e dim që rruga drejt të drejtës son ekziston. Ishte periudhë mosbesimi kur na thanë, është vendosur, nuk keni ç'të bëni, objekti do të shtetëzohet për interes publik. Por sot është periudha e besimit, besimit tek e drejta dhe tek drejtësia, besimi tek ligji, besimi tek njëri tjetri. Ishte stina e errësirës kur vendimet merreshin në zyrat e mbyllura. Dhe jetë dhe njerëzve fshieshin nga këto plane. Por sot është stina e dritës, sepse gjithçka është zbardhur, sepse çdo shkelje po dokumentohet, sepse çdo pradësi po emërohet me emrin e vet. Ishte dimri i dëshpërimit kur mësuam se nuk kemi forcë përpara shtetit, por sot është pranvera e shpresës, sepse forca jon është bashkimi, sepse kur jemi bashkë, shteti nuk është më i fortë se qytetarët.
korupcioni, mafia, padrejësia mbretërojnë vetëm kur njerëzit kanë frikë. Por sot, ne po e vrasim frikën, dhe kur frika bien dhe kastat e korruptuara, bien hajdutët që kanë marrë frymë këtij vendi. Ne jemi njerëzit e mirë të këtij vendi, dhe njerëzit e mirë kur marrin kurajo janë forca më e madhe e ekzistencës. Ata menduan se po shkonin drejt heshtjes, por menduan se po shkonin drejt dorëzimit, por ne po shkojmë drejt drejtësisë. Ne po shkojmë drejt fitoreve ligjore, ne po shkojmë drejt mbrojtjes së pronës, dinjitetit dhe historisë tonë. Dhe kjo vjen pikërisht sepse ne jemi të gjithë bashkë. Projekti i tij dhe grupi i bashkuar i njerëzve në projektin e tij tregoi pikërisht këtë. Si Davidi me Golian, ne të vëjgjël në numër, por të fortë në vendosmëri, poshtë korrupsioni, poshtë diktatura, poshtë narkoshteti. Përshëndetje, janë një ndër ata tjetë që arrestova në 84 janar. Por këta nuk e dinin që ne nga natyra jemi të rëndyshe, nuk rindot të qeni, ne jemi mësuar të jemi të mirë, të protestojmë, të kërkojmë të drejtën tonë, sepse Freudi thotë, mendoj, prandaj jetoj. Garku i drejtohem të gjithë ministrave dhe kryeministrit. Ne jemi djemë dhe vajza që nuk jemi në shitje, nuk e kemi në shpim, nuk të atjeni tot, dhe senatorumi jonë është ku sheshi tu, deri ditën që ju të pini. Kam veshur 18 vjetë uniform, por me 4 janar, më ka ardhur turp nga vetja, më ka ardhur turp që njerëz me uniform, por një pjesë e vogël, jo e madhja, zjatimi i krimit organizuar, shkel çdo procedurë ligjore dhe thot me urdhër nga lart. Është turp, në cilin vlen të kodit penal shkruhet urdhër nga lart. Është turp, të kesh frikë. Nga tu i drejtohem, çdo punonjës të deshë policisë shtetit. Pritë frikën, se jetën me Zotin e merr, askush tjetër. Nga tu i drejtohem, të gjithë njerëzve të përpytur, jeni me 10 ramira, me 100 ramira, që janë dëmtuar shtëpit, dhe këta akoma se ka shpallë më këmën. Dini shesh, meni për para, ka koha që ne ta ndërtojnë televizje, ka koha të shporri vajtutët. Përshëndetje gjithëve! Prej 7 vite shpunoj si arkitekt dhe m'vjen shumë keq që ky shesh nuk është i mbushur me student, me profesionistë dhe me pedagog të industrisë në timit. Pedagogët duhet ishin sot këtu për treguar për masakrën urbane, për ndotjen mjedisore, për investimet e dobta të inxhinierisë, të infrastrukturës inxhinierike. Prandaj kanë dalë sot këtu, jo si më i miri, jo si më i moralshmi, por si një person i ndërgjerësuar përballë kësaj skeme kriminale që po dëmton çdo ditë më shumë jetën e qytetarëve shqiptar. Kryeministri Edi Rama e nisi karrierën e tij politike si ministër i kulturës dhe sot po largohet si kryeministër i korrupsionit, i degenerimit moral dhe si kryeministër i shkulturimit të shtetit shqiptar, sepse jemi një shtet që akoma s'kemi bibliotekë dhe teatër kombëtar. Prandaj thirrja ime për studentët është: dini çes, sepse ju nuk e dini se sakrifica juaj po shkon kot, po përgatiteni për të qenë shërbëtor të dobishëm të një grupi që i shërben kësaj qeverie. Ju do përballeni me një treg i cili është i kontrolluar fund dhe krye. Ju do jeni shërbëtor të dobishëm, sepse Këshilli i Ministrave në bashkëpunim me Agjencinë e Territorit ja ka dhënë të drejtën e lejeve
vete një grupi të vogël studiosh lokale dhe të huaja. Po ky nuk është problemi më i madh. Problemi më i madh është se nuk janë dokumente teknike ato që japin lejen. Problemi më i madh është se është pëlqimi i sultanit, ai që mjaton lejen. Me pak korupcion, ju mjatoni zjarrin, ju mjatoni instalimet elektrike, dhe asnjë qytetar nuk është i mbrojtur në godinat ku hyn. Për më tepër, duhet kuptoni që asnjë pensionist, asnjë profesionist me punë ndeshme nuk i blen këto objekte, sepse nuk janë për ju, janë për një grup shumë të ngushtë që i shërben kësaj qeverie. Prandaj në këtë ditë të shenjtë, ku sot përkujtojmë sakrificën e herojtë tonë më të madh kombëtar, dua t'i them gjithë bashkëfushatarëve të mi, studentëve, profesionistëve, duhet dini në shesh ta çlirojmë këtë vend nga ky sundim, jo nga nga ushtritë e huaja, por nga mentaliteti komunist Osman, i cili ka instaluar dhunë, frikë, servilizëm dhe autokraci në vendin tonë. Qoni, mos rini, të heshturit nuk do kujtohen, gucimtarët do kujtohen, bashkoni shesh. Mi mbrëma qytetarët të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Mirë se keni ardhur në këtë takim madhështor dhe në veçanti ata që kanë lënë punët dhe problemet e tyre nga diaspora. Një dur trokitje dhe falënderim të veçantë. Unë jam Det Prenga, që kam kaluar më se 42 vite shërbim në forcat armatosore të Republikës Shqipërisë. Dhe tash jam nga njëri nga pensionistët e shumë të këtij vendi, që po kapin shifrën 850.000. Fatkeqësisht, si në radhët e tjera, pak në ata ka në këtë shesh për t'ju bashkuar kësaj kauze madhështore që kërkon liri e të drejta për shqiptarët, që kërkon asgjë më shumë se sa zbatimin e ligjshmërisë, ku njerëzit jenë të barabartë përpara ligjit, mos të ketë të privilegjuar dhe të shtypur. Ata të cilit i kemi votuar dhe i kemi zgjedhur për të shërbyer, janë kthyer. Ata të cilët ne na dhunojnë. Dhe ky ka qenë shembulli atyre që protestojnë për më se një muaj e 10 ditësh në këtë shesh, vajzave dhe djemve të mrekullueshëm, grave dhe burrave të mrekullueshëm që protestojnë pa shkaktuar asnjë dëm, pa shkatruar asnjë gjë rreth rrotullt këtij sheshi, por që policia e shtetit që duhet jetë për sigurinë e qytetarëve i mori në mënyrë të paligjshme, në mënyrë barbare, në mënyrë gjakatare, vëllezërit e motrat e tyre. Administrata e shtetit shqiptar është për të shërbyer Shqipërisë, është për të shërbyer qytetarëve tanë. Sot të dashur qytetar, ju që jeni në shesh dhe të gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet mediave, të gjithë ata që janë jashtë kufirit të detyruar për të lanë vendin, po ju them që isha në qytetin e Lezhës, atje ku ceremonia përkujtimore e herojit ton kombëtar me rastin e 558 vjetorit të ndërrimit jetë u organizua, por kush ishte të thoshim? Asnjë përfaqësues i lartë i këtij shteti, duke filluar që nga kryetari i shtetit, presidenti i Republikës, që nga kryeministri, që i kishte mbledhur kryetarët e bashkive në Kavaj, si për ironi të fatit, në qoftë se Skënderbeu i atëhershëm la amanet Shqipërinë, çfarë amaneti ka Edi Rama si kryeminist? Ta shbëjë dhe ta shkatrojë Shqipërinë. Prandaj duhet të reagojmë si qytetar të lirë të këtij vendi, që për 35 vjet kemi sakrifikuar dhe po vazhdojmë të sakrifikojmë. Partia Socialiste, që unë i respektoj të gjitha partitë në vendin tonë, respektoj socialistët e ndershëm, demokratët e ndershëm, me dhe pa parti, si qytetarë të këtij vendi, si që dhe unë dua të respektohem dhe të vlerësohem në të drejta themelore të mia. Por nuk është kjo, e nuk ka qenë kjo, ajo që në vitet 90 rinia shqiptare u ngrit si asnjëherë më parë,
dhe kërkojnë me parullën e famshme e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Ajo ngeli tashmë slogan, edhe sot pas 35 vitesh jemi, por nuk jemi aty ku duhet ishim. Nuk ka liri, nuk ka demokraci. Por çfarë ka? Ka një pushtet për një pjesë të pak. Ky pushtet bashkëpunon fatkeqësisht me krimin e organizuar, me biznesin e madh që bëjnë vetëm 3 deri në 5% të popullsisë së Shqipërisë. Mendoni se gjysma dhe më tepër e popullsisë së Shqipërisë janë jashtë vendit, kanë ikur pak tim, si një pjesë e folësve, e atyre që janë profesionistë të Zotit, e përmendën dhe shtuan. Nuk janë ata që zenë vend, por janë servitët të pa aftit, mediokrit, të korruptuarit, ata që zenë vend në qeverisje, dhe pastaj ata me pafsin e tyre, dinë vetëm të gjvasin çdo qytetar, ti marrë edhe lekët që ka dalë për ty për në autobus, apo për të pi një kafe. Kjo nuk është demokraci, kjo nuk është liri. Prandaj ju bëj thirrje rinisë shqiptare, studentore, kudo që t'jenë, të ngrihen të kërkojnë të drejtat e liritë e tyre, bashkë me ta të ngrihen dhe pensionistët, por mos të qëndrojnë pranë batrës e t'jetë të kënaqur me një shtesë minimale të pagës. Pasi çdo ditë shohim çmimet, shikoni se ç'bën në Shkodër dhe në qytetet tona kufitare, të gjithë tani e bëjnë tregti jashtë, në Maltëzi, në Kosovë, në Maqedoni, e kudo tjetër se çmimet janë disa herë e shumë fish më të lira. Por siguria që është elementi i domosdoshëm që kërkojmë. Ku e kemi sigurinë e jetës? Asnjë nuk është i sigurt në këtë vend. Siguria që është elementi i domosdoshëm, pa folur pastaj për fatkeqësitë natyrore. E unë do thosha, si zjarrët e verë, ashtu dhe për mbytjen dimër. Nuk janë fatkeqësi natyrore, janë fatkeqësi njerëzore, sepse strukturat dhe përgjegjësit që janë për këtë, për të realizuar mirëmbajtjen e për të marrëmasat e nevojshme, nuk i marrin. Por parat për fat të keq e taksa paguesve më të varfër të Evropës i shkojnë në xhepet e pushtetarëve dhe nuk japin askujt llogari. Është e pafalshme që një vend me varfëri maksimale, paktën në Evropë, kryeministri të hapet e të shërbej me 33.000 euro një shishe vet. Ku është incineratori i Tiranës? 92 milionë euro janë paguar nga taksa paguesi shqiptar deri tani. Ku janë parat? Ku kanë vajt? Nuk ekziston incineratori i Tiranës. Si dhe shumë investime të tjera, për të cilat as parlamenti shqiptar e qeveria jo nuk i kërkon kujt llogari. Jemi kthyer në një republikë kryeministrore. Pret, ekzekuton, merr vendime sipas mendimeve të tij halucinante që ka. Shef Andrej Rusrel dhe vjen i bën realitet me shqiptarët, duke bërë eksperimente. Me çfarë? Me një popull me dinjitet që asnjëherë s'është shuar e kur nuk do të shuhet. Me një popull, me një vend që ka pasuri të pashtershme. Ky vend, sigur 10 vjet, një dekadë të punosh me drejtues Stark Powers që e duan vetin e tyre shqiptarët, ne do t'i afroshim vendeve tjera më të përparuar të botës. Duke përfunduar, ju falenderoj ju dhe veçanërisht qendrëstarët e këtij sheshi. Dhe me një duhet të rritë le t'i përshëndesim qendrëstarët që kanë 40 sa ditë që rrinë në këtë shesh, jo për interesat e tyre, po për interesat e qytetarëve, për mbijetesën e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Shqipëria është dhe do t'jetë e shqiptarëve. Vdekje tradhtarëve të kombit, rron Shqipëria. Mimbrëma shqiptar, unë quhem Greta Ambeli, jam juriste në profesion. Jam gjithashtu një nga studentet që u mashtrua, një nga studentet ekselente që u mashtrua nga qeveria shqiptare dhe nga Edi Rama, që i bëri thirrje në vitin 2013 të gjithë qytetarëve të diasporës dhe studentëve ekselent që të vinin dhe të investonin në Shqipëri. Por jo, ajo ishte vetëm një mashtrim. Ishte viti 1993, kur unë u bekova me një vëlla të vogël. Vëllai im sot është 34 vjeç. Nuk dëgjon dhe nuk flet. Merr vetëm 10.000 lekë të reja ndihmë ekonomike. Ju lutem, a mund të më thoni çfarë mund të bëjë një person me aftësi të kufizuar me 100.000 lekë të vjetra në muaj? Çfarë mund të bëjnë ato nëna
që të bëra në protestën e datës 4 janar, në cilin spital e qonë dhe mjekon fëmijën tënë, po të bëj sërish të pyetje, sepse ne fëmijën tanë i qojmë në spitale ku presim radhën dhe nuk ka as shtretër në cilin ata të mjekohen. Zoti Edi Rama, ti ke një përgjegjësi morale për të na kthyer përgjigje për të gjitha këto pyetje që ka i gjithë populli shqiptar. Rama ik! Rama ik! Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut! Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut! Ti Edi Rama je vete një hajdut që po mundohesh të na vjedhësh rinin, po ti rinin nuk na e vjedh dot. Ti po mundohesh të na vjedhësh shpresën, po ne jemi të gjithë tu sot në shesh. Ne nuk të kemi frikë. Ti mund të na kërcënosh me prindit tanë që mund na heqësh nga puna. Mund të na kërcënosh me shumë gjëra. Por ti nuk e dignitetin. Ti dalish para sot popullit shqiptar. Nuk e kuptoj me çfarë fytyre dhe ti dhe ministrat e tu dhe bëjnë sikur po shpëtojnë mbar populli shqiptar. Ndërkohë që shqiptarët po përmbyten nga veriu në jug. Shqiptarët po vdesin në për aksidente rrugore, sepse ti nuk denjon të kontrollosh kompanitë që janë të detyruar të hedhin grip në rrugë. Turp! Ky popull nuk të meriton! Jetë dorëheqjen dhe dil përpara popullit shqiptar si një qytetar i thjesht, sepse atë do ta shohësh me verin, me të cilën çdo shqiptar sa herë të shef ty në televizor flet për ty. Ti nuk ke dinjitet të flasësh për ne, ti nuk ke dinjitet të na qeverisësh. Ti duhet të kesh dinjitet të largohesh një orë më parë. Jam këtu për të gjitha nënat që vuajnë nga personat dhe fëmijët e tyre me aftësi të kufizuar. Jam këtu për të gjithë pensionistët, të cilët ti po i mashtron për ditë, dhe çuditërisht ata përpiqen të mbjetojnë vetëm me lekët e fëmijëve që i sjellin nga jashtë. Ti nuk duhet të jesh më në këtë vend. Duhet të ikësh një orë më parë. Duhet të ikësh një orë më parë, dhe kjo është thirrje që duhet ta bëj i gjithë popullit këtu në sheh.